Bashkia e Vaut të Dejës ka nisur punën për rikonstruksionin e rrugës së Varrezave në Melgush. Kryebashkiaku i Vaut të Dejës, Kristian Shkreli, tha se ky ishte një investim i kërkuar ndër vite nga banorët e zonës, që tashmë po bëhet realitet. Sot ndodhemi në Melgush, tek rruga Varrezave, e cila ka fillu punimet dhe shumë shpejt do të përfundojmë punimet e saj me asfalt dhe kanalizime, që banorët kanë bërë një kërkesë tash sa vite për këtë rrugë, sepse a kanë shumë problematike dhe a kanë e pakalueshme me mjete. Nuk kanë mujtë me nxjerr me makina deri tek Vorret, por i kanë nxjerr në krah. Dhe sot, siç po e shikoni, po punojmë dhe po e bëjmë realitet këtë rrugë për këtë komunitet. Mungesa e rrugës ishte sfidë më vete për banorët, të cilët në jo pak raste ju është dashur që arkmortet të ngjisin drejt Varrezave në këmbë apo me mjete të larta. Kjo rrugë ka shkëlqyer para 20 vjeteve. Nuk ka bën. Erdhi koha me bën një që është interesuar për popullin e fjalë. Edhe i lumt, faleminderit shumë për ti. Ballësh vetëm. Nuk ka kanë rrugë, po kanë rrugë. Tash bëhet rrugë me asfalt. Shumë i nevojshëm. Urime edhe investime tjera në Melgush. Vështirësinë mes jetë, të hecë në përllaç. Ishte një investim tepër nevojshëm që është në të mirë të komunitetit, normalisht edhe është desh të bëhet me kohë. Falenderojmë shumë bashkinë, e cila na ka ndajtur afër, a ka një rrugë amortizuar, degraduar. Falenderojmë edhe bashkinë e mojti fjalën. Falenderoj shumë kryetarin e bashkisë Kristian Shkrelin që na bën realitet shtrimin e rrugës Varrezave të Lagjës Kodrak, që i thonë. Kjo është premtuar tash 30 vjet, askush nuk e realizoi. Me ardhen e Kristian Shkrelit na premtoi edhe u realizua. I falenderoj shumë Kristian Shkrelin dhe gjithë stafin e tij edhe bashkinë Votdejs. Falenderojmë kryetarin e bashkisë si e mojti premtimin sin Allah, se do ta bëjnë rrugën edhe më në fund rruga u bë. Ishte shumë e nevojshme kjo rrugë, se shumë vite kanë kaluar me premtime, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Falenderoj për ti edhe inshallah punë sa më shumë. Investimin e fjalë synon të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën rrugore në zonë, duke lehtësuar qarkullimin dhe ofruar kushte më të mira për banorët e Melgushës dhe të zonave përreth.